Tetori në vendin tonë dhe në të gjithë botën është muaji i ndërgjegjësimit për zbulimin e hershëm të kancerit të gjirit, ku organizohen fushata të ndryshme, me qëllim të nxisin gratë dhe vajzat që të kryejnë kontrolle të rregullta dhe të përfitojnë nga shërbimet falas apo lehtësuese për diagnostikimin e kancerit të gjirit. Në kuadër të këtij muaji u organizua nga Bashkia, Drejtoria e Shëndetit Publik, Zyra Vendore e Arsimit Parauniversitar dhe gjimnazet e Bashkisë Lushnjë, një marshim ndërgjegjësues me nxënës shkollash që mbanin fjongon në rozë në shenjë sensibilizimi me gratë dhe vajzat që të kontrollohen për të parandaluar kancerin e gjirit. Këtij marshimi ju bashkuan gra dhe vajza punonjëse në institucionet e qytetit dhe u përshëndet nga qytetarë të shumtë. Marshimi nisi nga kryqëzimi pranë Poliklinikës, përshkoi bulevardin Kongresi, shëtitoren bulevardi Palmave dhe përfundoi tek postobloku në veri të qytetit. Organizimi i këtij aktiviteti është vazhdimësi e fushatave të ndryshme për sensibilizimin e grave dhe vajzave, por jo vetëm, ndaj sëmundjes së kancerit të gjirit, e cila vitet e fundit po njeh një përhapje gjithnjë më masive.